Policia e Kamzës finalizoi operacionin e koduar Kombinimi me qëllim goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve dhe armbajtjeve pa leje. Si rezultat i këtij operacioni, autoritetet sekuestruan 12 kg kanabis si dhe një arsenal municionesh luftarake që përfshinte granata, ndezës minash, fitila, detonator dhe tritol, përveç armëve të ftohta dhe peshoreve elektronike. Gjatë kontrolleve në banesën e një prej të arrestuarve në fshatin Qorm të Laçit, policia gjeti një ambient të përshtatur për kultivimin e byjmeve narkotike me dhampa, ku konstatuan 48 bymë dhe 120 fidan kanabis sativa, si dhe 7 kg kanabis, 4 kallëp tritol, 2 granata, 2 ndezësa, 7 fitila detonator dhe 3 kuti me ndezësh minash ushtarake. Ndërkohë, në Bathore, 2 shtetas u kapën në flagrancë duke transportuar 4 kg kanabis të destinuar për shitje në doza. Bëhet fjalë për shtetasit me iniciale AT 53 vjeç nga fshati Gjorm dhe TT 27 vjeç nga Tirana, të dy me precedent penal në fushën e narkotikëve. Kontrolli në banesën e të riut zbuloi dhe 1 kg kanabis, një peshore elektronike, një shufër metalike dhe një armë të ftohtë thik. Policia njofton se hetimet vijojnë për të identifikuar dhe persona të tjerë të përfshirë në këtë rrjet kriminal. Materialet e sekuestruara dhe të dhënat e mbledhura i kaluan prokurisë për veprimet mëtejshme ligjore.